Në qytetin e Lezhës, nxënësit që ndjekin drejtimin artistik në shkollën Bestlidhja vjojnë të tregon interes të veçantë për instrumente tradicionale si klarineta dhe fizarmonika. Përmes të repertorëve të ndryshëm që përfshin muzikë tradicionale, klasike dhe moderne, nxënësit po trashëgojnë vlerat e hershme artistike, ndonse ndikimi nga rrymat e reja muzikore është tepër i lartë. Nga vitin e vit për shkollën tonë ka është kënaqësi se po rriten kërkesa në këtë instrument. Edhe nuk është vetëm dashuria për muzikën, por është edhe dëshira për të arritur një nivel artistik të më të zgjeruar. Kena nxënës që kanë vazhduar liceun artistik si në Shkodër dhe në Tiranë. Ka student që kanë vazhduar instrumentin, kanë prekur skena të mëdha në koncerte prestigjioze, konkurse prestigjioze, kanë marrë edhe çmime dhe është një instrument që besoj duhet të investojmë të gjithë që ta mbajmë standardin. Përveç përgatitjes në klasë, nxënësit marrin pjesë në koncerte dhe aktivitete kulturore, ku interpretojnë pjesë me këto instrumente. Muzika klasike dhe popullore në klarineta shumë nga më të pëlqyer për vendin tonë. Më pëlqej sepse meloditë e klarinetës janë më të bukura dhe të japin kënaqësi në shpirt dhe të heqin lodhin, si thojmë ne, dhe të japin më shumë energji. Dhe klarinetës është një nga instrumentet më të mira që më pëlqejnë mua dhe unë do ta vazhdoj sigurisht. Fizarmonika më pëlqeu si instrument sepse më dha një shije tjetër të muzikës, si dhe të provoj shumë pjesë të tjera muzikore, si klasike. Nëpërmjet klarinetës dhe fizarmonikës, të rinjtë e Lezhës po mbajnë gjallë një traditë rëndësishme kulturore, duke u bërë një herazi shpresë dhe frymëzim.